Ja, dash, dhe të falenderoj shumë që jenë në studio. Në kënaqësi shumë e madhe që të kam sot. Përshëndetje. Përshëndetje Shpen, faleminderit për ftesën. Lutem rahatov. Kur u takuam sot pak para se nisja emisionin, më lë një përshtypje që je lindur dhe je rritur në diaspora, jam gabim? Fat, nuk je gabim për shkak se më thuj shumë, edhe nuk e kuptoj pse. A di pse? Sepse keni sinqeritet, keni energji shumë të mirë, që i karakterizon bashkë shumicën e kohës vetëm vajzat dhe djemë që vinë nga diaspora. Keni je pa komplekse, duke shumë e qiltër e hapur. Fakt, me jetu pa komplekse, kom pos prej e vogël, gjithë kom person pa komplekse, ato që më ka pëlqy, jo mënu me bo vazhdimisht, edhe menoj që një jetë pa komplekse është dhe një jetë e lumëtër. është shumë vështirë me jetu sot pa komplekse në këtë botë se po jetojmë ku çdo i dyti është prej gjykimit, e paragjykimit, sidomos për ty që je shumë viral në rrjetet sociale. Andaj gjykimit e paragjykimit besoj që ke pasur mundësi me ik? Jo, nuk besoj që një person që është fytyrë publike, ta është për nisë në repetit që edhin vetë këtë sen, nuk i shonë ca mi komenteve pozitive ose komenteve negative. Të gjithmonë kime konë, menoj që njerëz që menoj mu bo fytyra publike, dohet me menu që të sen, që ti kimu përbal... është një fatur, po. Kimu përbal, ndash me komente negative, ndash me komente pozitive, e shumë a shumë normal me negative, se jetojme një shoqëni ku pra gjykimet janë pjesë e jonja përdeqme, edhe, po faktikisht edhe nëse nuk je fytyrë publike, menoj që njerëz prej shkollës janë nisin dikush pëlqen shkollë, dikush nuk të pëlqen, e kjo vazhdon halo ma shumë, edhe nëse si je fytyrë publike. Po fytyrat publike, tashtit janë, do me thonë, një botë e tonë, po thëmë, që. E për shambull, kër nuk je fytyrë publike, a i rrithi ngusht, po edhe a i rrithi ngusht ty të pëlqen, nuk pëlqen. Për shambull, e ta ne ki haloni komunitet ma gjonë, menoj që do të me përgatit vetën psiqikisht nëse do më bo fytyrë publike me këtu sane. Po shihet që ke studiuar për gazetaria dhe ki qef gazetari, sepse një oratorit janë zakonshme që amu bëhen shumë qefi për një vajzë ka e shtrejt që flet kaq shumë dhe kaq rjatëshëm. Unë jam shumë i bindur që sa dhe ketë letë mu përballë me komente negative, sepse jam bërë një kohë që jeri të sociale shumë aktive. Si ishin fillimet e tua? Nuk e di, videot e para, ballafaqim me komentet negative, se e te kalova, për shumë vajza djemë që përna shohin momentarisht që nuk mund të kalojnë dot këtë periudhë. Kom pos shumë, sidomos masi që kom fillu vitin e por në fakultet, më ka ro me po një shoqni pak me bo, një shoqni pak ma gjonë, ku ka pos disa prej tyne, ku kanë pos qef më bo, se kur je pjesë e gazetariste, automatikisht ki qef me kom fytyrë publike, se punon televizion. Dhe më kanë thonë, të utë une i kom dal kamerat, edhe i kom dal rrjetet sociale për shkak se ju mëron depresion, edhe u kanë shumë e vërtet edhe ju mirë. Për shembull, edhe unë në fillim e kom pas pak vështirë, mos me thonë, komente negative, se kur të prekun do për shembull në familje ose diçka, një është keq. Ama tash në kur e menon atë sen, ti thu, a je të u qashtot? I thu vetit jo, edhe për shembull, pse mos me vazhdu tani one? Se sot vjen dy të këqit, unë diçka të keqe, masanet vjen një i mirë që dën, t'jap dashni, ta thot një diçka pozitive, edhe pse tani mos me vazhdu atë? Nuk duhet të njihemi ose ta shohim veten që ta shohin tjerët. Jo, a sepse secili ka bot kuptimin e vet mënyrës se si na portretizon, a? Për shembull, ti mundesh me po diçka të mirë te one, tjetri nuk i pëlqen. Vetëm mikrofonin lutem me flokët, sepse regjia po më thotë që s'po dëgjoj. M'fal. Tjetri për shembull ka diçka që e ka qef me bo dhe shetë ti dhe të hap një kompliment, po tjetri nuk i pëlqen diçka dhe është shumë mëse nërmalje nëse nuk të pëlqen dikush, se me konë thasht krejt njerës njejt, i shkom buta krejt ndryshe, po na nuk i natë njejt krejt edhe gjithë kusht të pëlqen për diçka që ka ti je, gjithë kusht të pëlqen diçka, nuk të pëlqen për diçka që nuk i pëlqen atina, menoj one. Vetëm këtë anën tjetër e ke mikrofonin, kështu që mos me lëkunda, live jemi, në rregull jemi. Teut, më bëri shumë përshtypje kontentit në rrjetet sociale. Domethënë pavarësisht mënyrës se çfarë dëshirojnë njerëzit të thonë rreth teje, ti zgjedh pak edhe aktualitet brenda videove tua çka po ndodh në Kosovë, për shembull pash disa për festin e Fitir Bajramit, disa video, domethënë din ku me i prek njerëzit dhe audiencën tënde. Mendoj që do të më ndjek edhe algoritmin e TikTokut pak, edhe sanet që ndodhin, për shembull çka ndodh në Kosovë, më ndjek se na jena pjesë deshte e Kosovës. Nuk mund na më ndjek një trend gjermanisë për shkak se s'm klikohet shumë edhe, okay, TikTok është shumë sa një mirë, për shembull nëse shfrytëzon për të mirë,
ka më të këthime të mirë. Edhe po e ndjeku, më pëlqen. Okej, kur je njoftuar më së pari me TikTok, kur ka nisur gjithçka? Hajde, a ka një histori interesant? Shumë, une TikTok atëherë kom Musical.ly, nuk e di... Po e di, Musical.ly që pastaj u bë TikTok. Musical.ly, bile i kam 2 video, haloj kam për Musical.ly, kur i shoh, zot. Vjen keq. Sa vjeçare ke qenë? Se di e vogël, ashta s'po di 13, ashta më e vogël, ashta s'po di. Në tash jam 21, për çfarë nuk po di saktësisht, veç e di që më kon shumë e vogël. Edhe nuk e harroj kur e prej që atëherë kështu do me thonë edhe atëherë më kanë pëlqy këto krejt sanet që i kam që tash dhe të qysha prej e vogël, menoj që të përcjell, ajo energjia prej e vogël të përcjell edhe në tarme. Edhe menoj që shumë edhe më pëlqen shumë ata njerëz që atë energjin që e kanë të vogël e shfrytëzojnë edhe kur të rritë, se për një mesën e që i bën me dashni, gjithë kanë me dalë mirë, deshte s'deshte. Hajde të regom se ka njësër gjithçka. Gjithçka ja ka nisë për një videos temet të mbrëmjes maturës. Unë faktikisht une... E po, sa milioni kisha e kish shumë? Do këtë vëllanja, gati ofrë 4 milion, nuk e di se 4 milion klikime mënyra se se ishe veshur për mbrëmjen e maturës. Po, se u konë pak, unë edhe në atë kohë... Shumë ekstravagant, shumë ndryshe për i bazare tjera. U konë shumë ndryshe. Menoj që nuk u konë wow, najsem, po u konë veç ndryshe. E menoj që aja ndryshmja pëlqehet, ose klikohet, ose interesohet. Edhe në atë kohë nëse edhe tashtit, bëjsha foto me fusona pak ma të ronë, si modele, edhe masanej deshta diçka që nuk më kanë po, se faktikisht fustona të ronë që i veçin sot, si adin në përmbromje, më kishin po të dizajnire që i veç sa i bëjsha shootings për to, edhe i thash dizajnires tem, po du diçka ndryshe, mës me trajt u konë të me thonë, modeli fusonit u konë ideja jam e krejt. Dizajnerja nuk u konë heqe pëlqimit. Jo, veç vetë. Veç këmë doshtë qatë materialim u konë qatë herë in. Latex, si lëkur, po. Dhe, të me thonë, dështa diqka me qatë material, se nuk e kish kënë bo kërkosh, nuk e kisha po kërkon. Okej, deri sa të kalzon tje në po kom qenë me gjithë qatë vitë dhe mi janis regjis, sepse... Më nësh me gjenë TikTok, po, tash e gjenë dhe janis regjis. Okej, edhe masanej e bona, ato u realizume në 2 ditëve, se na konë generata e parë që e majtëm mbrëmjen edhe majtëm senet që shkojnë kur krye shkolla e mesme për shkak pandemis që ke, edhe masanej në karo edhe koha që shkojshëm Shqipëri, edhe koha që e mbrëmjes në karo brenda një jove. Në atë mortë nuk thënu për Shqipnis, premtën e këshëm mbrëmjen, në aty në 2 ditëve, këm posë ku për me realizu në fuson në mbrëmjes. Falimderoj dizajniren shumë që me ka realizu edhe u dollë që unë e kom dosht dhe kur e kom qitë videon A ke prit që ka me pasa shumë vëmendje? Jo, për një mese që atë ku nuk kom postu video për me nuk jo merë me kontent unë veç adin kom postu video normale tjeshta në TikTok tamen jo për me dheza najsen edhe kur e postova që atë video kom bromje te i përvuna ashta u kon 2-3 natës edhe okej, postova, tani, masane i flajta, kur u quvan mëngjes, u konë, nuk e harroj, u konë, gati 700.000 views që në konë, të me thonë peqa soj ku, dhe në mëngjes në 10 që ju më quvu, më zgabov shumë. Si ishi komente, qëfar thashin njerës? A ishte shumë ekstravagante për atë ko? Po, u konë shumë, ka shumë views prej Gjermanisë. U konë, du me thonë, komuniteti që e kanë po, u konë edhe i Gjermanisë shumë. Edhe komentet e njerëzve Gjermanisë jënë konë të mira. Të Kosovës, s'keshe se me hi. S'keshe se me hi, komentet ka më të ndryshme, ta? Në shumë. Edhe, nuk e prite që pastaj do të ecaj shumë sa sot ka gati 5 milion, a? 4 milion, po jo, nuk e kom prit, asë nuk e kom qitë për me dhez, besëm. Dhe po, ka jetë shumë mirë, masane që ke video mi ka hop rrugë të shumë, se u pëlqy, më kam po njerëzit. Po, dhe të sot ndjeks. Po, më solin ndjeks, më soli komunitetin që e kom sot, më thonë për që asoj video, menoj që adin ka fillu gjithë shka për TikTok. Sa dakord ishim prindrit për atë veshje atë kohë? Se po besoj një luft madhe ke pasur në shpi para se dalësh për mbrëmjen e maturës. Hajde të rëdom. Faktikisht, falimderit që i kom pos prind, bobe nuk e kam tasht, që i kom pos prindrit atëherë, dhe të momin e kom tasht, që ma ka, nuk mi kanë ndalu sene që i kom dosht, mi kanë përkro. Ashtë shumë privilegj nëse i fmi prindve që të përkrohin, në Kosovë sidomos. Edhe kër i kom tregu, kanë thonë, pak interesante, pse, adin se s'pe bën një kështot, adin mami, sidomos, edhe, po ja kom bo mam po du qëto për qëtë arsye, kjo video. Po, kjo video, po. Edhe, ja boni, okej, ti po din, ti vazhdo, edhe okej, nuk ma preshen, edhe, po,
më ka shku dita qysh unë e kom venu gjithmonë, se tepër e kom pas dyqysh na ondër, në ditën e mbrëmjes nuk e di pse veç këto sene që ndodhen një herë në jetë, gjithë kom pas qef mi përjetu që është mas mirët, edhe mbrëmja ka një ndërtu që më ka shku shumë mirë. Okej. E lëm këtë temë, dua të ndalim tash pas kësaj çfarë ndodhi. Pas kësaj video, si u ballafaqova kur erdhi video e dytë, nuk e di sa seriozisht e more, po besoj që pas kësaj video të kësaj fame të erdhi përgjithësia që të prodhosh ende. Po, masa ne kom nis me bo ka pak content, kanë po njerëz tjerë, për shembull kanë thirrë për reklame, ma kanë bë adina interesume, edhe fillimi u kanë pak diçka na jo shumë vetë besim në vete, adin thua, ka me bo mira, jo më në përkëtësan, ashtot, nuk di. Edhe, po thash, gjithë sen, pa provu, nuk e më nësh me dit, a është del mirë, a nuk del mirë. Edhe thash, pe provoj, nëse më ecë mirë, edhe pse në qëtu sen e veç i dojsha. Po, është një farë stresin vete, edhe thash, pe provoj, dhe aku njës me do biznise ma të vuglan, qytetin tem të vushtres, ku haljosët jo me to, dhe më ka ecë mirë, njerës të më kanë pëlqy, ma shumë më kanë pëlqy faktikisht në TikTok, kur këm qitë sene dete, ose këm kalzu një full day temen, ose adin, na i vlog kur e këm bo, ose s'podi, përgjësi sene... Se mendon që ke pëlqyer njerëzve te kjo, mendon që sinqeriteti? Po, menoj edhe energjia shumë, për shembull, po më kanë shkru, nështë vetë jo në komente, për shembull më kanë shkru në DM, a kanë bo, na pëlqen shumë energjia jote, tu të këqyrë diqysh na nabë një farë vullneti, edhe diqysh qëto komente, ose qëto sa në më pëlqeshin, edhe më shtishin ta qëtyn me ecë për para. Menoj që energjia ose sinceriteti, ose ato që ti je, edhe kallëzën drejt për drejti, pa rana ose pa ushtirë, menoj që të pëlqejet ma shumë. A dim se pyet atë, sepse sot në TikTok shojmë gjithë shka. Po. Shojmë gjuhë banale, shojmë njës banal, që shojmë... Faktikisht, kërja kum njës, unë e TikToku nuk u konë që shtot. Adin, nuk ka ndryshu këtë Dhe pastaj vjen keq që gjithë i fusin me një thes. Po. Andaj të është ta me ditë të di me të shumë tua para gjikojnë, për shumë njerëzit menojnë shoqëria jonë, mos tëm krejt, se s'janë krejt, si të shojnë një femën në rritë sociale, ose një femën të arrit pak ose diqka, e para gjikojnë me një herë thonë, ose o që shë boni këto, ose o ja ka boj, ose e ka bo këto, të bo sani jo të mira, sani, nuk është faktikisht ashtot, nuk e di pse menojnë. Në sot, se cila femën po arrin diqka shumë. E cili ka qenë paragjykimi më i madh për ty? Elas Drume. Faktikisht, mënyra kur të qohin, zdit, nashta tu vesh pak ma ndryshe, menoj si vajzë Elas Drume, rebele, po nuk është ashtot, se cili person e ka atë veshën që aje dënë pak ma shumë, edhe nuk menoj që ajo veshja jem u konë wow, për ma din me thonë që si fjallë, po nuk menoj që e kam veqone se shumicës të influenceroseve, modeleve, ja u bojnë që atë sene. E hapi një tim, sepse vajzat së tretë sociale që tërgojnë veshje, tërgojnë nuk e di një stilje, paragjikon shumë për nga i kanë të ardhra, me hartojnë Dubajt, kjo këto që kina na krejt që të një ajon, Dubaj, jonë, nuk menaj, femnat e sodit arrin, po arrin, halal që arrin, edhe me mund po arrin, shumica, ato që nuk dojnë. Se me do që kjo paragjikim, ose nga nisë? Menoj që se femnat Kosovë prej fillimit kanë qenë qtypuna, nuk i kanë ljonë, najna rrit me një frymë, sidomos të ashtit, gjenerata jam është sidomos nga gjeneratën që është midist. Nuk, adin, edhe i rrug pak ajo mentaliteti atë heshit edhe tashtit, edhe është shumë e vështirë. Për shambull, unë e kom pas shumë vështirë mi bindë printe mi, që bota modelizmit nuk është bot e keqe, se sidomos qytetin tem, vushtrit paragjyku, tashtit gjithkon juve qytetin tem, faktikisht, se mos të thëmë, paragjikojnë si qojnë rritë sociale të regova, thonë, jo, keq, po bëj ka, mëra menoj, a di që thonë, nuk mërë të martu një femën që qojnë rritë sociale, se mërë kërkos, se kështë e Elas Drume edhe që si sanesh, me thonë, është zërë, për mu kanë zërë me bindë familjarët e mi që nuk është punë e keqëtëre. Si ja u shpjegove? Ja ku shpjegu me njësar, e këmë thonë që një person, një femën, ose një ideal, ose se cili person që donë, kur do me bo diqka keq, e bën keq edhe nëse nuk është ftyrë publike, nuk do me thonë me konë ftyrë publike dhe me bo vesht këqia. Po, për mu etiketu dhe për mu shajt e kanë më të lehtë personazhet publik. Po, normal se shohen, po, ama unë i kum bind që unë i kum me një primtim, ju më konë fëmi që prindvet mi nuk ja u kum thy besën asë njëherë. Më falë që për dërprej, ke motra, ke vlëzën? Jo, vesh një vloma të vogël, e ka, shëndes shumë e dushëm. Je vetë mja vajzë, po, jem astret. Edhe, faktikisht po, dhe më dojnë familjarët e mi, se kur i astret dojnë haloma, ma shumë. E kuptoj. Edhe unë ju kom premtu atynev që unë
ka me konë vojza që ata kanë me dëshiru edhe me qitë pasion edhe me qitë punë që e ka. Edhe faktikisht këtë sane që unë e komë ndëru mi bo, nëse ko halo ma shumë, së ta shumë pret njët halo ma gjotë, po sane që më kone vogël për qëta ku jam tash une që i kumë bo, one ja kumë tregu prin vetëmi i kumë bo, ata ka ndosh une mu shkollu me krejt, faktikisht më shkollu e kumë kry fakultetin e gazetaris, tash kumë diplomu, kumë ecë mirë, gjithë shka ka shku mirë edhe... A e ke ndër televizionin? Shumë. Qëfar ke ndër më shumë? Ti si e percepton dhe më thënë punën tënë si gazetare? Pro fare sul besoj njojnë krejt prej botës gazetaris, na bëj ke pytje, thëjke, a keni qef me konë televizion, a mbro pa televizionit se kush nuk e din buta e gazetaris është më halo me e modhe mas televizionit. Unë me e modhe bët mbro pa se se në ekran. Edhe tash e shumit e që ka kena qef, e dojna moderimin, a shumit e për qëta, edhe kërë ato një punat tonë, sa që tash vulloj pruf, tash edhe në moderimi kam qef. Fuk, edhe ja boni, tha, që a boni jo më mshil televizioni me konë vesh gazeta kështot, edhe ta shtitaj nga tregoj ke që ka punu me umnek, ma përpora kërkon ekstrem i ri, po tani umshil, ju ka punu gazetari u këthin umnek, ka ziti qka që shtot u konë, ja bona thash prufët, unë janë nisi punoj në isen, si o te umnek, edhe në isen tjetër. E gjej vetën edhe së vjullë televizioni. U konë ka shumë që shtot interesant, ama pa dol fani pak. Do me thërë momenti që po flasim e shë vetën televizion. Po, ondre ka me konë. Showbiz? Si te qëtë. Në vend të Jo, nuk është veç showbiz, nuk e kam problem. Për shambull... Edhe tema sociale, shoqore, po, okej? Po, pa tjetër. Faktikisht, si natyr, ju duk në njerëzve pak me eron, edhe thujmë pëse se provon lojme, po nësë menoj që du politikën. Jo, ke shumë energji për lojme, për politikën. Shumica, më ka thoi profesorat, më ka thoi pozitiv se shë vetë në politikë, edhe nëse donë me tregu drejt. Nota fakultet i kum pos shumë të mira, nonë që dhe që në politikës shto që kum pos. Edhe se kum refuzu se s'ma doj kemë mësu politikë. Jo, bre, politikë mësu me erkeq, sepse kam jaftu shumë njerës që janë politikë, dhe është kryuar një ambjent shumë toksik këj politikë në të cilin. Shumë edhe shumë po do të faj skandalis të mos në venit tonë, për ka kem të shkun zhidhja vetë. Kur jeti në TikTok, po. Kur e ishe video TikTok, kur e ishe se qëfar postoj njerëzit, qëfar të pengon më shumë ti në realitetin tonë Kosovar shoqërisat? Si do mos tek të rinjë, qëfar të shqetson më shumë të ty si një vajzare që jeton Kosova? S'po di. Nashta ma shumë më shqetson, për shambull, kur njerës drejt për zdrejti, ja u thoni diqka që, nashta, adin unë e këm ves qatë sen, ose këm tonë edhe njerës munohen në qatë pik me të prikë. Së në mos për shambull, se di, nashta e ke vrejt Big Brother bëse e shumë krejt, qa nuk më pëlqen Big Brother është që munohen mi prikë pika dop të banur që në mrena. Për shambull mu që nuk më pëlqen nëse ti ja dhe një pik dop tjetrit, pse ja shpërdzan, po, pse Sulman ato? Qështë do këtë ty që të vetën pozita ati personit, që ke nuk më pëlqen? Po, base kjo strategjia me madhe që e përdorin që me qitja është vetës. Po, se njerës, e kena mësu dhe nga gazetaria, ma është përgjësi kjo edhe nëse nuk e mëson, njerës të janë ma shumë të interesum për sanet që janë ma jo të mira, për sanet këqia. E ke po për shambull, ma shumë bën buj një vrasje, ose një përdhënim që është shumë keq, ose në sen që është i keq, se sa për shambull, në i sen s'po di ka rrit që këj person qito, nuk ish komentuar, me bo me thonë që këj person e ka vro që ato tjetrin në buj bot, me i herë. Menoj që si popull ma shumë i najnë të interesum për sanet jo të mira, negative, ma shumë morin buj që atu sësa këto që janë ma të mira, menoj që ma mirë shkon të tronë. Po, edhe ato bas e ka rëndësine, vetë sepse kur flitet për atë, pasaj dhe rritet të vedisimin dhe gjegja që... Vetë emocionet e njërit dërgujnë që aneja, dhe që është nga interesi, dërgan që aneja është kështë e kuptushme, po si do të me vazhdu që është që me po. Unë t'i fash disa video, sidomos të të fundi që i kështë postuar për Fitër Bajram, dhe disa kështë thonë që edhe Fitër Bajrami tjetër do t'jem shpet. Më thuaj pak, sa është em familje kjo? Familjarët e mi kërë jëmë kanë të vogël, jëmë kanë full, gjithë për shumë ka thonë, po më së martojri, se ma mirë adin e shion jetën, ose adin e kalion jetën, se s'ka ma mirë, se adin e si të mos për shumë edhe familjarët që ka to gjithem që në martu, ma beshin mu, po adin li martu shumë avuna, na i sen knaqo, adin se bol kjo martu, edhe që është full në me familje, edhe unë gjithë, nuk jëmë kanë kërë person që jëmë pos qef, adin ashtë kështu të mu martu, a mu feju e ri, edhe... Tashtit kër i këm bot, tasht 21 vjetë, tashtit në gotës që do faljo ma bëshin, ha, ke gjitë, na i kanë, na i sen, ja bëshone, po, jo, para do vjetëm të atë më se gjitë, që është me gjitë, tashtit. Edhe tani, mu kujtoj ke që kjo, edhe thash, okej, për qash, edhe
para 2 vjetë e kom qitë, zakonisht e qitë me qitë muzikën e shëritës, e qitë edhe qitë bajram me mushë shpia. Ama e shkrujshin ato caption, ose the point of view, e bëjshin, për shambull, edhe qitë bajram të shpia, tjetërin të burri, edhe kërkush nuk e kishit që shtë të cikron, edhe para 2 vjetë, edhe, okej, tash, unë edhe qitë bajram shpitem, edhe tjetërin shpitem, se shumë mirjam, edhe qitë ashtë ato, u pa qku dhe ko gja viral, u pa të bo, se adin dikush edhe dikush tjetër e ka gjithë vitën të qajo sikurone, edhe tani u pëlqy, edhe tash, po pse mos me bo apet për du tjetërin bajram të shpia, tash apet me gjesë ato. Çfarë thonë ty familjarët e farefisi sa i përket kësaj çështje që me gjetë dikon dhe me u martu? Nuk e di sepse mentalitetin tonë e familje tona ka shumë presion, që u bëhet vajzave, djemve, tek ty çfarë thonë ty? Familjarët e mi kanë qef me gjetë dikën që është i shkolluar si dash sekret. Okej. Ma bojnë, pa ani nëse gjenë dikën bile gjenë anjo që ka kry fakultetin, a që ka adin një punë të mirë, ana i sen po ja bëj, se dhe tje ke kry fakultetin e pse ju, po a bëj, qysh është kësmet, bre ka me ndodhe dhe, për një mesh, nuk jam fort e fokusume të kjo buta për me gjetë dikën, ana i sen se menoj që jem shumë mirë për momentin me vitën teme. Po, por vëmendje ka djemë të kepo, besoj. Nga rjetës sociale. Po, është e pa mundër mi vëmendjes djemve, kur je pjesë e rjetëve sociale, nuk mund është mi edhe kur je femën, zë mos një femën që që duket bukur, që poston fotografi, po që rregullohet mirë e sane, nuk mundet mi ikë. Adhe nuk gjithë, se cila femën pëlqet për dikujna ose merë ka pagatësime. Si e kanë qasin, sa janë gentlemen, rjetës sociale, sa të pengon kur të shkruan, a janë vulgare, janë banal? Nuk janë shumë banal, më pëlqen që nuk janë shumë, për shambull, nuk janë, kam fjallin të rjetët socialit mija, nuk i kanë komentet shumë banal, janë të pakt, adin ka, nuk me raj që s'ka, ama ka po nuk janë të shumë ta, ma shumë mjepin komentet mira, adin... Po tonë dëmë. Po, den djem. Djem, okej. Okej, jepin, po adin ato shumë të këqia që janë për një me pa durushme, nuk janë shumë, adin. Ama ato për shambull me komplimente, me adin dësani që ju pëlqenj, janë, ko. S'mon është mirë. Po adin për shambull, kjo është pjesë e jetës tonë, menoj, se cilë nëse të pëlqen ty dikosh, kjo është pjesë e jetës, të gjithë normal që edhe mu më pëlqen dikosh i pëlqen dikujna, kjo është si ngjyrë, me thonë, edhe jo, adin nuk ka shumë të këqia, nuk ka edhe shumë të këqia, shumë, që është adin din, ma shumë janë DM, për shambull që i fshi, këse në komente, se sa në DM direkt, se kur jem kom pak ma e rejmë fillim, nashta që s'm kanë po, kanë mujtë me gjutë direkt, na i sen, ose kërë është na i foto bekina, na i sen, munen me thonë diçka adin, po thëmë, prej 100% që nashta 70%, nasa 30% janë këqia, që ashtu që aqëm 70% janë normale. Po ndryshe përveç videove fotografi të jashtëzakonshme, para se me një studio thamë një pas ke gjithë fotot më të mira. Po, që të fotot mija, preferume. Pse? Ku je këtu? Këtu janë në plazh, edhe faktikisht që ditë, jam shku me bo flakt, edhe që të përshin ngjyra e zezë, edhe u konë, do me thonë, ngjyra që këm dosh gjithë me bo, po jëm tut faktikisht me bo. Edhe nuk e na pos, në Tirani këm bo flakt, vlen me cik, edhe ta shtit, do isha me bo do fotot që shtot. Une shpend ato, unë vjen një farë, i besoj intuitës tem shumë. Edhe unë vjen ka një farë intuitës me bo diçka. Po, edhe thëmë okej pe boj. Edhe ta shtit që shë dina dur që është nga Tiranës, edhe une isha me qikat e hollave të mija, edhe tash, okej, tash, hajde bre, please, shkojnë adin, se përdu me i boqë të foto se mu ka tik. Edhe një hajës pritojshin ato, thanë jojnë, alo po këthejmë Kosovë, se e kishëm një familjare jemja u fejoj, kesane, nejse, edhe tani, këtu ju tek, ma realizun edhe shkova, i bona, edhe të qysh nga dojnë te për bukur, edhe këtu në TikTok, i kom qitë veç të foto, ju na e vitana, i sen edhe pa të nshku shumë mirë, po jenë fotot mija favoritës se veç shkako që më ka orë, kër më vjen për një brashmi, diçka realizoj më pëlqenj shumë, edhe menoj që, diqysh që aje energji borte tani, menoj që të foto kanë borte energji, kër i kom posu në TikTok e në Instagram që ta jenë pëlqy, për qëta, se nuk është najsen Cili është komenti më i bukur që ke marrë rrjetet sociale, ose jo patjetër i bukur, për një koment që kalën shumë për shtypje? S'po di, se ka komente adin të bukra, nuk ka dhe, ma s'po di cilën me thonë. A ka posë të një koment që të kalën shumë për shtypje? Që ka dhe nga një vajzë, nga një djallë? Diqyna, qëre, tash se cila qik, besoj që ka qef mi thonë lume të shpia që të ka, se lumat ata të plinë që të kanë qik ty. Edhe më kanë orë, më vinë që si komente, edhe shumë njëna mirë, për i me, unë jetoj për të mi familjen tem të ngusht për me i bo krenar, edhe që të komente më pëlqenj tani ma shumë për menoj.
dëgjysh është shumë mirë. Kur je ajo vajzë që dojnë shtëpia ose janë të lumtur që të kanë vajzë, është ndjenje pa përshkrueshme këto, nuk mund të më mohu as kush. Te u t'je rejnë mosh, po e cila ka qenë dhimbta më e madhe që e ke përjetuar ose ka pas? Humbja bobit. Bobin e kum humb tash midis, shme thonë kur je midis ëndrrës tone, që dënë me realizu, bobin e kum humb para 2 vjete, dhe ëndra jam u konë gjithmonë, bobi jam e konë në ceremoninë diplomimit tam, gjithë e kom pas për e vogël, fatkeqësisht se kom arrit. Po a ditë që e kom pas ceremoninë e diplomimit, u konë shtator viti 2025 që këtë ashtë, familja jame janë mbledh krejt për mu. Do me thonë, ata që i kam këtu, do me thonë që i kam jashtë vendit, janë ardhur për mu, dhe do me thonë, a janë ndjenja kër i kom po krejt ata, okej, babi nuk u konë, ama ata janë munu ma përmbush. Dhe jo mërzit, nuk mëna me rajt, jo mërzit shumë se disan kër e ndërën edhe ndërpritet në gjysmë, nuk njihesh mirë se ondër mo, ama Zoti menoj që gjithdo sanë është e shkrume me ndodhë, unë jam e lumtur që s'po ku bile kom diplomu edhe bobi më shep për largë, edhe i sholla e kom po krenore, edhe po menoj që nuk bën më ndollë. Une faktikisht shpente e kom po zërë mu ngritë. Jo më konë, do me thonë vitin e 2 fakultet, kur e kom hu bobin, edhe i biket sikur midist, edhe nuk mojsha, nuk kisha mos vullnet me mësua, s'kur gjithse për ndryshën ashtë as duknat, se kërkush nga bë që duknat që mësoj, jëmë konë voj që jëmë përkushtu mësimit. Edhe kur e kom hu bobin, më ka hub vullneti për me mësue, për me vazhdu, për krejt, jo vesh për ka çështja fakultetit, për çdo sant hub se është prind. Ama mendimin e familjarëve, mendimin teme, menoj që njeri mas shumë të ngrit vetja. Nëse unë i thëmë vetit, keme nej që të kojt, ka me nej të kojt. Nëse i thëmë vetit do të muqu me bo diqka për hatër prindit tënë, babit tënë, quhesh, edhe unë jëmë qu, falimderit Zotit që ma ka mas pori forcën, edhe në bështetjes familjes, nërmal masanej, se kërë hu prindis dhe mos babin, është jeta shumë e vështirë masanej. Te u zakonisht thonë që vajzët janë të lidhura shumë me babalare. Unë jëmë konë shumë. Më thuaj kujtimin tënë më të bukur, ose qëfar në banë mend nga jeta me të, pavarësisht që ka ikur në moshë shumë të rej për ty dhe për të, po qëfar më mend më shumë ti që do ta doje të potencoje sot në këtë intervistë? Bobi, tregova dhe me herët prind nuk i kom pas kur, falë nëse dhe emocionuna pak, se më nuna gjithmonë me mbojt emocione. S'ma kam prish kur prind të mi, se qika prind, vesimos qika Bobi më ka dosh në gjithë ka thonë, gjithë ka anu ma shumë ka one, mami ka vlo. Edhe Kërja kom fillu fakultetit, masanej pa ta him praktik. Edhe ta kom praktik të sportit, masë unë jem konë edhe sportiste, edhe atë ku edhe halojsha, edhe kom pos një historie në teren. Edhe masanej u pat dojnë në televizion, edhe bobi jame, menë që s'ka prit me po, dhe më të regej kur qitet, edhe e qiti, edhe gjithë ka posë qef. Dhe me thonë, unë i kom të regu që më pëlqen gazetaria, televizioni. O, po shumë. Edhe masanej, kur ja qita, o që adin, më puthe në televizor. Edhe unë jëmë konë që ato drejt për drejt, se aji nuk u konë live, dhe me thonë u konë masanej që e gjeruar, po. Edhe, halo e kam zemër atë moment, dyqysh se u konë ma gatim, adin momenti, adin i fundit, po thëmë që e mojnë men që koni mirë, masi veç unë pyte, se kam momentet me bobin, kam shumë, ama që kjo është një ndër më të mirë. A i ke marrë diçka? Po, shumë, paka shumë sytë, paka shumë, edhe molzat më thojnë, po, nëse dikush adin e shem momin tam edhe bobin tam, thot keti pas ke përngjo bobit ma shumë. Edhe po, edhe familjarët e mi, gjysha unë të i ke përngjo shumë bobit tënë, se dhe kjo ka një ri që shtot, e po, bobi është, u kon pika e me dopt, ama vazhdojnë me kon mbështetja me modhe për prej nga lartë. Atëherë bobi më ka po veç kërë më ka posë parasyve. Tash unë e kam, tash bobi më shenë gjithdo hapë, tash është më po dhe menoj që... Edhe e ki pranë vetit? Po, e kam pranë vetit gjithmonë, ka qkoj edhe... Sa e ka përcuarë, se si e ka ndërtuar raportin vdekja babajt me nënën? Unë dua di, sa e një më të lidhura tash, nuk e di, sa ka qenë e vështirë që për ty si fëmija i madhë, fëmija i parë dhe vajza e vetme, të kryosh këtë
raport me nënën në periudhë kaq vështira, se besoj vllau ka qenë shumë më i vogël. Po vllau atëherë i ka pas po di 16 vjet, 15 nështë, unë i kom pas 18, isha afër me mbush 19, po 18, edhe po ka qenë e vështirë, se i na kanë 2 fëmijë pak më të vogël, mami, edhe po mami na po di me ta me mamin jam kanë haloj ka mami si shoqë për shembull unë me një koment për shembull më jap në ideolin ja tregoj mamit se kam për një mes si shoqë. Për ta sqartësuar, për ta thjeshtësuar këtë pyetje, çfarë do t'i thojë mamit kur jemi tek kjo temë nga kjo studio? Çfarë do t'i thojë tani mamit? Faleminderit veç që është një jetë. Nuk ka shpend dhurat më të madhe se mi pas prind gjallë edhe një jetë. Tirat bohen çdo sen kur e kish shëndetin bohet menoj unë veç do të mu lidh për jetës me vazhdu ato që te ndjen mrena veç vazhdoje pengesa në rrugë dalin ama menoj që ato ka përcehen mamit veç i thon faleminderit që është një jetë për mua dhe vllahun tim. Shumë e bukur. Sa je protektive ndaj vllaut të vogël? Sa e qërton, asa je motër e vështirë për vllaun e vogël, ajde të tregon. Edhe jam, do ditë jam, edhe tashit vllajem e ka bërë tamë në babgjyshi tam, edhe tashit familja kanë lasdru tepër. Edhe aja ka jetën pak qëllë qysh do më vetës, edhe unë ja kom bo, tash u rritë ma shumë. Edhe ja kom bo, Lel do të me marrë jetën seriozisht, ashtë je maj madhe, sene, edhe ja bëjke pa aji, jetë ashko që shtotë, dhe tani, kam qef me i full vëllohë tem që, se une, për shambull, për asë me vdek bobi, në kur se ku menu që kam më vdek bobi, kur nuk e ku menu, e kom pasë të në jetën që ashtot. Nuk e ke menu që do rritësh pa të? Po, edhe une kam qef me i thonë vëllohë tem, me i menu sanet edhe që nuk janë të mira një jetë, edhe të këqijat me menu që mu përgadit. Se unë kërë më ka vdek bobi, nësim kone përgaditi që u konë qëto sen u konë, që me thonë kërist ka rohe. Edhe unë kam qef me i full vëllohë tem që për mu përgadit për të ardhmen, për jetën e vetë. Po edhe nuk është që e mënoj shumë së shmaj vogël edhe okej, e kina raportin e mirë me vëllohë. Adhe njëna paka shumë, se jë mësu edhe mu më ndoshtë dhe ato me doshtë ka erë kështët nuk shmë di shme thonë gjelozojnë a pak një një tjetëri, po ju që ashtë gjelozi që shme thonë, po s'u di, jëna mësu me konë dhëtë në qandër vëmendjes familje, do të më në apë dëve një të në kohë, se ndryshës bënë. Po, Teut, ke shumë shoqe? Po. Sa me ndonë që është letë... Po, kam veshti shoqe kështot zemrës. Desa me pysash, sa me ndonë që është letë sot me kryu raport me shoqe? Sa janë shoqet të sinqerta sot, sa gjelozojnë shoqet? Ma ep një përkufizim ka eksperienca jote, a? Për miqësit në përgjithësi, a? Më ka ndonë me pos miqësi të këqia shumë, që të me thonë kanë trathu me një fjallë, po thëmë. Po kam edhe shoqet zemrës që e kam, dhe me thonë, as mutra, nuk besoj që këtu kështë bo shoqe, Aulionën, e du shumë. Për një me, nëse kësha dosh me pos mutër, ajo i shkon mutra ma perfekte për mu, po se ka. Ama ka shoq një të keqesh, për shumë më ka ra, sidomos, kur të rritë është pak, është shumë keq. One, nëse dojnë me ditë në gjimnaz, ma shumë kom lejtë me djemë, sa me qika. Pse? Se di, së më ka ndoshë më qikat. Së ka ndoshë vajzat? Menoj që se cila qik, si në raport me shoqni, si raport me lidhe, si raport me çdo sen, e ndjen kur shoqnia është e sinqert, kur nuk është e sinqert. E ti nëse dën me vazhdu me kon me që ato është krejt e jutja. Se dikush veç nuk më të më shkput, edhe pse është e keqe e vazhdo. Thot hajta dhe se bëhet mirë, ama s'bëhet mirë. E unë e kom pas shoqni për shembull që e kom, që më di që me thonë me fakte, kom vërtetu mas andej, që nuk jenë kontë mirë, nuk jenë silë, adin nuk më ka ndosht tjesht, edhe ju më dje shumë keqë, se unë e për një me, jam një shoqe, që unë jam një njëri që kur e du dikën, unë e du, nëse nuk e du, veç distancona për qati personit. Nuk e vazhdo raportit? Jo, unë e s'muna me dosht dikën, falë, s'po di që me tonë, se s'moj me tonë ti o shpend, adin, ti maj mirin bot, adin, se s'mona me tonë ti kujti që ka falë. Nëse mu më rrijet me t'june kamene, nëse nuk më rrijet, unë e vesh distancona. Çfarë vjen në horoskop? Aries, dash. Okej, dash. Desha qikoja pak gjyrat e personalitetit. Teut, para se të thoja në studia thash që handbolli, modelizmi dhe gazetaria. Nëse do të mund të zgjedhje vetëm një, cila do ishte? Gazetaria. Gazetaria, prita që po më thua handbolli, nuk e di, është dashuria parë? Po. Handbolli është halosh dashuria jeme, mësë më trejtë.
se me handball ju më rritë, në prej vogël mu më kanë lujtë, na e kina trashëgimi familjare handball, dhe mu krejt familja më kanë lujtë handball. Po me në rritjen tënde, me ka je inspiru ma shumë të handballi? Me Djem të Hoxhi. Me Djem të Hoxhi, Unë shumë shpendu në prej vogël jëm dollë tepër, se Djem të Hoxhi tem, unë kanë morë gjithkohën mas vetë, unë i konsideroj si vllazni të mi, se vllai më kanë shumë e vogël, unë jëm konë, se me konë motra e vogël e tyne, se mas shumë vjetë në familje, unë jëm konë si fëmijë, por dhe më kanë, nejse, edhe po, ata, do me thonë, ka jën shku ata më kanë morë mas vetë, edhe në handball, unë jëm konë tepër, o zot, kur shkëqa mi po, ata zemrën e lejshin që ato, zemrën. Edhe tani masani, edhe one si u rrita pak dhe 19 vjetë, ja kum fillu handballit, për momentin nuk jam të lujt për shkak se kum pos një lëndim kra, edhe mu ka dosh me ndërpre, jo mërzit tepër, po e kum ndjerë krajnë prej vendit, edhe fillova prapë, se në të gjuva doktorin, se shqiptart mo, edhe apet, vazhdoj ke me dollë kraj vazhdimisht, edhe nuk t'hup fuqia, do me thonë, edhe kër e shef vetin tani që nuk jena atë formën që të je, të vjani notë edhe me lujtane. Pastaj u ktheve tek modelizmi. Jo, faktikisht për... A dyja t'i bëshë njëtën kohë? Handballin, modelizmin dhe gazetarin i kum bo për njëtën kohë, nuk e di që shja kum dollë, unë kare una me në, si dhe mos tash një vjetë unë bike, kisha na i shooting, edhe kisha fakultet ligjirata, prej ligjirotave u dashke mu këthy, se që kera Amazoni mu dashke mu këthy një iftor, mas iftorit në sekund kishëm ushtrime. Une bashkë si vjetë në shëshat, që shja kum dollë. Ama për një me, aje dashnia që e ki për një diçkat, edhe mos i përmendi pa taj video TikTok dhe qenujt aktive rritës sociale që është një punë shtesë. Po, TikTok është shtesë, po menoj, edhe pse prej TikTokot sot paguna shumë mirë. Nuk kam qef, qëre se ka shumë qika që kanë qef me bot punën e TikTokot. Po një me po vetë se kanë atë gudzimin e menoj që njën. Po pëse nga TikToku paguash për me bizneset dhe reklama? Jo, dire nga TikTokot, se kush nuk e të bese që e di shumica që Kosova shteti jo nuk e ka të për me të pagu. Nuk është shteti monetizuar për TikTok, okej. Edhe po paguna, kam edhe kontrata. Okej. E po TikTokot shmeton... Sa ka qenë pagesa me madhe nga TikToku? 1.000 e për 1.000, nuk po më kujtohet sa sakt, ama po, deri që të ko që ka qenë. Që është shumë mira për një vajzë të re, për një djallë të ri që e synon rrjetet sociale dhe merret asë rëzisht me to. Një vajzë që nuk e ko, që me thonë, një vajzë e ri, sa të herë nashtaj, që me thonë, lëma e vugëlim konë, tash i tjenë punë, për shambull, one paguna prej aty në biznesev, sikur me rrugë fikse, apeden, që me thonë, TikToku ma ka mundësu që one me bo një punë, që të paguat sikur me punu normal, adin normal me letra, po fix. Për që ta menoj që është shumë sa një mirë, nëse unë e të thash, nëse dhe me shvizu TikTokun për të mirë, gjithë ka më të shpërbli për të mirë. Ama është mirë, për shumë me morë prej një reklame, një pages për për 1.000 euro, është shumë sa një mirë. Për shumë të shedina në Kosovë një pagë mujore është mesatorja 500 euro, po menoj se nuk po disa. Ende më pak realisht. Po menoj që për nëse merë për qatë reklam që nështë ti ka morë ku 2 ora në ajsen, është pagese mirë. Ama po është TikToku është tjep mundësia të mira. Ku është e vetë në të ardhmen më shumë ti? është në gazetaria po diko tjetër? Tregova është te për qafi jame, me konë moderim. Qka du quf, edhe menoj që moj me bo shumë mirat sem, shkak se edhe kum diplomu edhe kum ushtru edhe tënat, e shë dhe nga zari përgjithsi nuk e kam problem. Teuta, do të mund të shohim dë njerë në Big Brother? Nëse ke një ftesë zyrtare nga... Ko mujt me konë, ama jo direkt, po kështë, në zakonisht Big Brother me sa di thire njerës mas njerës, a di qka që shtë të funksionat. Po, kontakt pas kontakti edhe nga interesi produksionit. Në Big Brother nuk e kisha pos problem, nësi isha konë për shambull, në debatë nuk e kam problem, heq. Okej, vrejesh. Atësa e këptu vreja që në debat nuk të shumë për Jo, heq, se kam problem debat, edhe si natyrë të regova doshat, në jem furt pak, po... Vetëm shiko, duat bëj një pyetje që ta qartësojmë pak lojën tënde në Big Brother si do të ishte. Kush në Big Brother të ka pëlqyer më shumë ty, ose kush të ka duk pak si vetja mënyrën si ka debatuar? Ku e ke gjetë vetën? Të qitash të... Nuk e ti në krejt Big Brotherat në Kosovë, a? Ku e ke gjetë vetën, të këcila vajzë? Qyre, të vajzat, besoj po qyre për një me, nuk ka... Deri qitash të asë një banurit Big Brother nuk ja kom bo follow. Po lëndrimit ja kom bo. Dyqysh na lëndrimi është sikur me konë one, ama djollë. Aja është, one jam paka shumë sikur aj edhe në realitet.
kam energji shumë, edhe kur është puna, edhe jo me shoqënume dhe ajo kone edhe sene, më falë. Vetëm me mikrofonin po? Edhe ajo kone edhe në debat u konë strikt taman. Menoj që paka shumë, ju krej 100%, po paka shumë unë e ma shumë të gjej vetën të lundrime se sa të qika. A të bëje më qef në Shqipëri apo në Kosovë? Menoj që Shqipëri. Apo, pse? Sti, menoj që mënyra që është realizot Big Brother në Shqipëni është shumë e mirë se sa në Kosovë, se do sa në Kosovë nuk janë. Edhe pse tash të kthejna të pyetja jote, arsyeja që nuk isha him Big Brother është ka senet personale që janë në mrena ato, gjumi, pastrimi, krejt që to, menoj që për qëta nuk e kisha po vetën në Big Brother, se për mproj ma po. Ama 24 orë jo. Jo, ose kisha lojsh ditë, jo, nëjse, për një me vesh sanet, shkoku i saneve personale, nuk e kisha po vetën Big Brother, se për sanet tjera, nuk e kisha po heq problem. Të u të falimderi shumë që ishë në studi, knaci shumë e madhe që e bëjmë këtë biset, dhe që unë joftuam paka shumë nga ofër me ty, kras videove tua në rrjetet sociale, njerëzit kanë dëshirë shumë dhe kanë interes me të pa pak edhe si flet, si janë këndvështimet e tua për temat caktuara. Shumë edhe më kanë thonë se kako që nuk e këmë realizu nga intervist, se veç e ljajsha në asgjo, edhe thëshim pëse s'po del, adi me full, edhe ma bojnë të juratore ki qep, se nuk shkën se ti stanine, sa në vëj, kom qef, kom pos qef, me dëshirën ma të modhi më në emisionin tanë. Të lutëm, fandeshëm. Edhe besoj që ata që kanë doshme më po, jënë kënd knasht prej Pa tjetër, dhe ishte shumë e sinqert, realisht dhe më bërë shumë qefi. Suksese për ty. Faleminderit shumë.